Shikues të nderuar, përshëndetje. Sonte në kuadër të emisionit Fokusi ynë do të flasim për gjendjen e komuniteteve në komunën e Istogut. Sonte kemi ftuar një protagonist tjetër nga radhët e emisioneve të tjera që kemi realizuar. Do të flasim me nënkryetarin për çështjet e komuniteteve, duke ditur që gjendja e këtyre komuniteteve në përgjithësi mund të jetë e rënduar apo në avantazh. Do të flasim përgjithësi për gjendjen, por edhe planin që nënkryetari do ta ketë në këtë komunë në favor të gjitha komuniteteve shumicë, pse jo edhe të gjithë qytetarëve të komunës së Istogut. I nderuar, mirë se erdhën në studio. Pra kemi të bëjmë me nënkryetarin Valmir Ramaj. Mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Nënkryetari po shfrytëzoj rastin, më u lu edhe herë për pozitën dhe më intereson me ditë çysh ndjehet Istogu tash, që ka një përfaqësues të vetin dhe mund të mbrojë interesat e komunitetit. Jo shumicë. Istogu ndjehet jashtëzakonisht mirë për këtë pozitë, sepse e kemi pas këtë pozitë qysh prej 2001 deri me 2013 dhe kjo pozitë i ka munguar Istogut. Kështu që sot në këtë kohë Istogu ndjehet i plotësuar me këtë pozitë, edhe komuniteti egjiptian edhe gjitha komunitetet kanë mundësi shumë të mira që të adresojnë kërkesat e tyre dhe që ato kërkesat të merren parasysh. Dr. Ramaj, do të kaloja ndoshta pothuajse në një pyetje më direkte, duke marrë parasysh gjendjen në të gjithë territorin e Kosovës, po ashtu edhe komuna e Istogut ballafaqohet besoj me telashe. Si e vlerësoni gjendjen e komunitetit egjiptian, por edhe komuniteteve tjera, përfshi ato Rom, Ashkali dhe komunitete tjera? Situata në komunën e Istogut është më ndryshe se në komunat e tjera. Sepse në përgjithësi qytetarët e Istogut, posaçërisht komunitetet janë të pranuara mirë dhe nuk ka shumë diskriminim ndërshoqëror në komunën e Istogut. Por problemet janë të shumta, se duke filluar te punësimi, banimi dhe kështu me radhë. Kemi shumë probleme që ndoshta jeni në dieni për strehimoren ose ishburgun e Gurakocit dhe problemet e tjera që jene të ballafaquar me to dhe të mundu me i bëni zgjidhje konkrete. Do dalim më vonë edhe te pjesa e ishburgut, kështu, e cila për momentin qëndron si qendër strehuese për komunitetet. Por më intereson me ditë që si është gjendja e bashkëpunimit në nivel komunal, pra sa po ofron komuna mundësi që të bën zgjidhjen e komunitetit. Në këtë rast dua të shpreh mirënjohje ose falënderim për kryetarin Elir Ferati, i cili ka bërë zgjidhjen e problemit të përkohshëm për këto familje, sepse këtyre familjeve sot i paguhet çroja nga ana e institucioneve komunale. Dhe kanë një zgjidhje të përkohshme, po kjo zgjidhje duhet të jetë e përhershme dhe jena në rrugën që të sigurojmë banim të përhershëm për këto familje. Po problemi qëndron se shumica e komunitetit po e shohin si mundësi këtë ishburgun e Gurakocit, sepse i kena largu 10 familje prej atij burgut, tash janë 3 familje tjera të strehuara aty, domethënë po shfrytëzojnë një farë mënyre si kanal për të bërë zgjidhje, ndoshta edhe i kanë familjet e tyre, po pretendojnë që ndarë prej familjeve dhe tash momentalisht nuk kanë banim dhe kjo po paraqet problem të vazhdueshëm për komunën. Pavarësisht që komuna ka marrë vendim nëse s'gaboj me renu këtë objekt, sepse përpos që po qëndron si telashe dhe mundësi që të shprazet edhe të mbushet prap me persona nevojë, me sa kemi pas mundësi me vizitu dhe vetë si medium nuk e plotson kriteret me qëndru si objekt, sepse është para rënimit. A mund të rrezikoj kjo situatë e tërë? Ka qenë vendimi i kryetarit Rrugova që me u rënu dhe asamblesë të atërshme që me u rënu kjo objekt, po me peticion të disa qytetarëve dhe kërkesën që ai të kthehet në monument kulturor dhe trashëgimi kulturore, është refuzu kjo mundësi. Dhe tash
Ky objekt është në mbrojtjen e Ministrisë së Kulturës dhe ajo mendon që bën financimin ose restaurimin e atij objekti. Dhe deri në momentin kur Ministria të merr përgjegjësinë, fatkeqësisht do të më mbet në këtë gjendje. Po. Mirë, nën kryetar kisha dalë pak te pjesa e arsimit. Si e vlerësoni gjendjen e arsim në komunën tuaj? Pra, a ka të lashën këtë drejtim ku të rritet rejat kanë nevojë me u shkollu dhe sa po mbështeten këtë drejtim? Shumica po më kritikojnë ku po jap ndoshta komente pozitive sepse me të vërtetë në komunën e Stogut ka shumë pak braktisje të shkollimit. Përpos lagjës së Sobobranit që gjithë e dim në çfarë gjendje është ajo lagje, po kemi të lashe që ata persona të integrojnë në shoqërinë farforme, sepse refuzimi i tyre i vazhdueshëm po bën që ata ta braktisin shkollimin dhe po kanë të lashe këtë drejtim. Komuniteti egjiptian dhe gjitha komunitetet janë të përqendruara me banime me shumicën. Domethënë nuk banojnë në lagje ghettoizune, po. Përpos që është që kjo fatkeqësi që është me lagjen Sobobran dhe këtu po na fillojnë të lashet për në aspektin e shkollimit dhe kështu me radhë. Pavarësisht atje është investu në kryetar, kemi pa që një pjesë e shtëpive janë të ndërtuar, ndërkohë nëse s'gaboj ekziston edhe një qendër e komunitetit atje. Po, ekziston qendra, kanë qenë investime shumë të mëdha, ka qenë fusha e futbollit, kanë qenë, domethënë, kabinetet e informatikës, ka pas lodra për fëmijë dhe është qendra kulturore që aty kanë mujt me mbajt aktivitete të ndryshme, por që fatkeqësisht sot ndoshta mos përgjegjësia disa individëve brenda lagjes është që sot nuk i kanë këto mundësi dhe ajo qendër është e banuar tash prej 2 familjeve që janë hyrë me dhunë dhe e kanë thy. Pra qendra është shndruar si një qendër, ta themi këtu, strehimi për komunitetin. Po. Pa nuk janë marrë masat në kryetar? Jun mundu me u marr masat, po familja po refuzon vazhdimisht, po kërkon një zgjidhje të përhershme. Në këtë rast na si komunë nuk kena mundësi që t'i bëjmë zgjidhje të përhershme. Janë zgjidhje të përkohshme që na si komunë kena synim që ta bëjmë një zgjidhje përhershme për shumë familje. Nuk mundja mu merr me një familje 2, po faktikisht merrem me 10-15 familje dhe kështu ta sigurojmë banimin e tyre të përhershëm. Mirë, në kryetar dalim pak edhe te çështjet e tjera. Besoj që para se me hy në pozicionin ku jeni tani, përpas një vëzhgimi situatës si është, besoj keni kriju dhe ju plane se si keni mirë qas zgjidhjes pozitës komuniteteve. Cili është plani juaj? Po, plani konkret i imi si nën kryetari komunës së Stogut për komunitete është që të krijoj kushte më shumë për të rinjët e komuniteteve. Sepse nëse ne një farforme i bëjmë zgjidhje të rinjeve, ndalim edhe këtë fluksin e daljes së të rinjeve prej Kosovës, posaçërisht prej komunës nga cila vim. Po mendoj që jemi të bë plane për start-up-e. Mbështetje në biznesin këtë rast. Fillestare, domethënë për idetë inovative dhe jemi në proces të marrjes së donacionit nga organizatat të ndryshme, po, dhe po presim tash se do të zhvillohet një trajnim për të rinjët dhe këta të rinjët do të aftësohen për shkrimin e projekteve dhe me ato projekte do të aplikojnë për këto start-up. Po ashtu në fokus është edhe infrastruktura, edhe pse kena pas shumë investim si prej organizatave tuaja, si prej MAPL-s, ose Ministrisë së Administrimit Pushtetit Lokal, por prapë nuk kemi të kënaqur sepse kemi nevojë ende më shumë. Pra nevojat e qytetarëve, në këtë rast komunitetet, janë më të shumta në këtë drejtim. Më intereson me ditë qysh ekziston ai farë mundësia e bashkëpunimit me nivelin qendror, pra jeni të kënaqur me bashkëpunimin qendror? E përmendit me APL-n? Po, jemi të kënaqur me
me bashkëpunimin që e kena me nivelin qendror, sidomos me MAPL-n, cila vazhdimisht na mbështet sidomos në lagje ku banojnë komunitetet dhe është e gatshme që ti financoj ato projekte, por na jena do i monitoru dhe vazhdimisht po shkojmë në vizita ku ka nevojë për kanalizim, ndriçim, rrugë ose infrastruktura përgjithësi dhe kështu ti bëjmë disa prioritete, pastaj këto prioritete ti adresojmë qoftë në nivel lokal, po ashtu edhe në nivel qendror. Në kryetar, si qëndron bashkëpunimi me zyret për komunitete, sepse besoj që është edhe një mekanizëm shtesë e kryesor, ta themi kështu në kuadër të kabinetit kryetarit. Po, bashkëpunimi është shumë i mirë dhe kemi bashkëpunim shumë të mirë këtë rast me shefin e zyres për komunitete. Është një rastësi ose është diçka e veçantë sepse zyra për çështjet komuniteteve në Istog e ka buxhetin e vet, këtë vit e ka 300 e diçka mijë euro, domethënë buxhetin kjo zyre për projekte kapitale. Pra mendoni që është e mjaftueshme me i përfundu disa çështje të komuniteteve në këtë rast në të gjitha fushat jetike? Nuk është edhe mjaftueshme, por është një shumë e konsiderueshme që komunitetit mundet mi ofru një zgjidhje për shumë çështje, si në infrastrukturë, si në banim, si në bujqësi, blegtori, këto fusha që janë shumë jetike për komunitetet në përgjithësi në komunën e Istogut, se fusha ma përhapur në komunën e Istogut është fusha e bujqësisë dhe blegtorisë. Edhe në këtë rafsh ju mundu që sa ma shumë të fokusohem në këtë fushë, sepse është prej fushave që më shumë të komunitetet merren me bujqësi dhe blegtori. Përmendet bujqësinë në kryetar, sa janë mbështetje tash, sa familje janë mbështeta? Mos të flasim ndoshta me statistika, po a ka mbështetje në këtë drejtim dhe a ka ndodhur me pas edhe diskriminim, se ndoshta nuk është edhe krejt bardhë situata, besoj. Jo, nuk është krejt bardhë situata, sepse ka raste që mbështeta dhe bujqësit prej komuniteteve pakis, por në shumicën e rasteve bëhet një farë lloj selektimi, por janë raste të izoluara që bëhen këto selektime, por prapë mungon edhe aktiviteti i qytetarëve që të aplikojnë, të mos zhgënjehen. Një herë dy aplikon, ndoshta sa provohet kërkesa, por mos zhgënjehemi edhe të vazhdojmë, sidomos tash kur e kena këtë pozitë dhe mos ndalojmë duke aplikuar në fondet që na takojnë ose në subvencionet, sera, multikultivator, çdo që është e mirë se ardhën për blegtorët. Po mos ndoshta janë edhe kriteret pak të ashpra në kryetar, për shkak që kam rastis me i parë që duhet me pas shumë hektar tokë për me qenë pjesë e kushtit. A do të mundin të ndryshoni këto politika komunale për shkak të gjendjes komuniteteve? Faktikisht ka qenë një thirrje që për Kumblla dhe Qërshia, që ka qenë kriter prej 30-tarish. 30-tari dhe fatkeqësisht se nuk kam njohuri që ndonjë prej komuniteteve ka aplikuar në drejtorinë, domethënë për bujqësi. Dhe kjo është një tregues që komuniteti është pak sa i zhgënjur ndoshta me këto aplikime, por i bëj thirrje këtu që çdo thirrje që është në komunën e Istogut ta shfrytëzojnë të drejtën, ta aplikojnë. Dhe do të mundohemi që të i bëjmë zgjidhje çdo kërkesë që ata e adresojnë. Në kryetar, më intereson me ditë, ndoshta këtë vit, cilat janë prioritetet kryesore që do t'i ndërmarrni, sepse qytetarët besoj presin nga ana juaj të reflektoni në përmirësimin e gjendjes tyre. Po, fokusi... Sepse ju kemi parë që keni bërë dhe punë këtë drejtim, po më intereson me ditë pak më konkretisht. Fokusi jonë, domethënë, siç e ceka më parë, është që të mundohemi të rinj vetë të mundsojmë start-up ose biznese fillestare. Jemi në fokus që ta përmirësojmë infrastrukturën e komunitetit në përgjithësi, edhe pse është viti ku nuk mund me bë
ndërhyrjen në buxhet. Po, Sepse ky vit veç është para po buxheti dhe është parashiku, është votu, po tash në shtator në rishikimin e buxhetit do të Do të keni mundësi me intervenu deri me diku. intervenu që disa lagje të futen në plan program ose në buxhet që aty të intervenuhet dhe të sanohen problemet. Mirë, nën kryetar, do dalim te një temë tjetër që besoj është edhe etike dhe ndërma të veçanta. Na e përmendëm kalimthi çështjen e arsimit. Më intereson me ditë se sa po mbështeten qendrat e komunitetit, sepse ata kanë një rol të rëndësishëm dhe po shohim çdo ditë që efekti i tyre është secilin herë më i madh në komunitet. Po, qendrat është një organizatë lokale që vepron me qendra mësimore, që është Vizioni 02. Dhe ajo organizatë mbështetet çdo herë për mësimin plotësues. Dhe kërkesat që i adreson ajo organizatë lidhur me mësimin plotësues çdo herë gjejnë domethënë pëlqimin edhe të komunës, sepse si Valmir më herët komponuan këto qendra dhe jam direkt involvuar në këto procese që çdo herë komuna ka financu këtë qendër, qoftë qeron, qoftë ushqimin për nxënës dhe për domethënë pagesat për tutor dhe gjitha kërkesat e kësaj qendrës janë plotësuar. Vetëm që komunitetet ose ka pas edhe nxënës prej shumicës të kanë një mësim mos të kanë ngjecje në arsim. Nën kryetar përmendet që deri diku me arsimin jeni mirë dhe kjo është për të vlerësuar ndoshta. Po më intereson me ditë se çush jeni me politikat lokale, sepse jemi mësuar më pa që niveli qendror ka hartu shpesh strategji të ndryshëm, për shembull për integrimin e 3 komuniteteve apo edhe veçmas për komunitetin rom dhe Ashkali. Tash për lidhur me strategjitë, ne veç se i miratojmë ato që vinë prej SNART-i, nuk mund me mbo ndërhyrje në ato projekt ligje ose strategji që ato i kanë para po. Këtë strategji komuniteti egjiptian po më duke se veç është largu për kësaj strategjie dhe është veç komuniteti rom dhe Ashkali, por ne do të mundohemi që secilët komunitet t'ja plotësojmë ato nevojat elementare që... Pra nuk mendoni që janë domosdoshme me pas strategji apo... Strategjit tash varet në cilën drejtim, sepse nëse ne si stog kena një performancë të mirë lidhur me arsimin e komuniteteve, atëherë kjo strategji neve nuk na shërbejnë për ndonjë gjë, por thjesht është një strategji që është ardhur prej SNART-it dhe na respektoni hierarkinë këtë rast. Ta respektojmë hierarkinë. Mirë, nën kryetar, me qenë se jemi pothuajse në fund të emisionit, më intereson me ditë që nëse qytetarët dëshirojnë t'ju takojnë, keni kriju një platformë të komunikimit me ta, apo mund vinë direkt në zyre? Gjithë qytetarët. Pra, si qëndron Valmir Ramaj si nën kryetar përballë tyre? Gjithë qytetarët e Istogut, pa marrë parasysh cilët komuniteti i takojnë. Unë i përfaqësoj si Valmir, si nën kryetari i komunës për komunitete. Dhe zyrja ime është e hapur për gjatë orarit të punës. Kam raste që shumica më telefonojnë dhe mundohem t'i bëjmë zgjidhje, por nëse ndonjë qytetar në këtë rast nuk e din që Valmir Rama është nën kryetar i komunës për komunitete, shfrytëzoj rastin që të vijet, bisedoj dhe të paraqet problemet e tij në zyre tek unë, nuk ka kurrë barriera, i pranoj gjithë qytetarët, mund të ulem të pijmë kafe, të bisedojmë dhe pa kurrë problemi do të mundohem aq sa më jepet mundësia që të bëj zgjidhje. Në kryetar, para se ta përfundojmë emisionin, me cilin mesazh do ta përfundoni më mirë në mënyrë që pjesëtarët e komuniteteve jo shumicë në Istok përfitojnë nga pozicioni juaj, po në njëjtën kohë t'jepni një mesazh sensibilizues për ta? Unë këtu i ftoj që ta shfrytëzojnë këtë pozitë, që më shumë t'janë kërkues, më shumë t'janë të këmbgulës, mos demoralizohen nëse një herë dy është refuzuar kërkesa atyre.
dhe ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre që ju takon me ligj dhe ju garantohet. Dhe për çdo send unë do t'ju qëndroj mbrapa dhe asnjëherë nuk do të hezitoj që edhe nëse është nevoja me të shkoj dhe të bisedoj ku është problemi, cili është problemi, në çdo kohë sa jam në dispozicion për qytetarët. Në kryetare, faleminderit që ishit sonte me ne. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, kaq për këtë emision, deri në emisionin tjetër të radhës, bashkë miru takofshim.